Pejgamberi alayhi salatu wasalam 10 ditëshin e fundit e ka shfrytzuar maksimalisht. Ai çdo herë ka qenë në adhurime, mirë po në 10 ditët e fundit dhe në 10 netët e fundit aty ka shku në maksimum. Gruaja e tij Aisha radiallahu anha thot kur hynte 10 ditëshi i fundit i Ramazanit, pejgamberi alayhi salatu wasalam e gjallëronte natën. Çka do të thotë e gjallëronte natën? Se rrinte zhuar, u falte, lexonte Kur'an, bënte lutje, bënte dhikr Allahut xhalla xjalaluhu. Të nderuar xhamatlinj, falenderona Allahun xhalla xjalaluhu dhe thoni me gjithë zemër elhamdulillah. Thoni elhamdulillah për mirësitë e tij të pakufishme që po na jep vazhdimisht. Falenderona Allahun t'ju shtoj nga të mirat e tij, t'ju shpërblej. Duhet të themi elhamdulillah që na mundsoi ta jetojmë edhe një Ramazan, edhe një 10 ditësh të fundit të Ramazanit. Allahu na mundsoft që të arrijmë edhe natën e Kadrit dhe na dhasht jetë të presim edhe Ramazana të tjerë. Dje e pritnim Ramazanin me gëzime dhe hare. Ja sot jemi në ditën e 21. Shkuan shumë shpejt ditët, shumë shpejt arritëm këtu ku jemi. Lum ai që agjeroi ditën e u fal natën. Lum ai që lexoi Kur'an dhe dha sadak. Lum ai që këshilloi dhe duroi. Lum ai që i braktisi dhe i la gjunahet dhe haramet. Atyre që nuk ishin të kujdesshëm, u themi dhe i këshillojmë, Allahu ju falt për të kaluarën, po keni kujdes për ditët që do të vinë. Shumica e Ramazanit shkoi, po ma e mira ka mbet. Shfrytëzoni këto ditë të mëdhaja, këto net të bekume, e mos i humbni mundësitë dhe shansat e mira. Të nderuar xhamatlinj, 10 netët e fundit Ramazanit janë netët më të çmuara, më të vlefshme të vitit. Kush i shfrytëzon ato dhe i mbush me punë të mira, ka fituar shumë. Kush nuk i shfrytëzon ato, me të vërtet ka humbur shumë. Janë ditë dhe net të veçanta. Do t'i përmendim disa arsye pse janë të veçanta. Në këto 10 ditë ka filluar zbritja e Kur'anit. Ka filluar zbritja e fjalës së Allahut xhalla xjalaluhu, që për besimtarët u bë dritë dhe udhëzim, u bë nur që i nxorri nga terri i ignorancës për në dritën e diturisë dhe të udhëzimit. Allahu xhalla xjalaluhu thot: Inna anzalnahu fi lejletil qadr. Ne kemi zbritur Kur'anin në natën e Kadrit, ndërsa nata e Kadrit dihet që është në 10 netët e fundit të muajit Ramazanit. Shkaku i zbritjes Kur'anit në këtë natë e bëri atë më të vlefshme se 1000 muaj. Natën që zbriti Kur'ani, i dha vlerë kësaj nate dhe e bëri më të mirë, më të vlefshme se 1000 muaj. Më të vlefshme se një jetë të gjatë. Kush e adhuron Allahun azza wa jalla në këtë natë, atij i shënohet tek Allahu se ka adhuruar atë më shumë se 1000 muaj, më shumë se 83 vjet e ca muaj. Pejgamberi alayhi salatu wasalam për këtë natë ka thënë: ju ka ardhur muaji Ramazanit, në të është një natë, kush nuk e shfrytëzon me të vërtet
ka humbur shumë. Kush nuk e shfrytëzon këtë muaj për të adhuruar, madhëruar, falenderuar Allahun Azza wa Jall, ai me të vërtet ka humbur shumë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam 10 ditëshin e fundit e ka shfrytëzuar maksimalisht. Ai çdo herë ka qenë në adhurime. Mirë po, në 10 ditët e fundit dhe në 10 netët e fundit, aty ka shku në maksimum. Gruaja e tij, Aisha radiallahu anha, thot kur hynte 10 ditëshi i fundit i Ramazanit, pejgamberi alayhi salatu wasalam e gjallëronte natën. Çka do të thotë e gjallëronte natën? Se rrinte zgjuar, u falte, lexonte Kur'an, bënte lutje, bënte dhikr Allahut xhalla xhelaluhu. I zgjonte edhe familjarët e tij dhe e shtërngonte rrypin për të adhuruar Allahun xhalla xhelaluhu. Pejgamberi alayhi salatu wasalam, pra si e dëgjuam, i zgjonte nga gjumi edhe antarët e familjes së tij. Duhet ta bëjmë edhe ne këtë, që të falen familjarët, fëmijët, ta shfrytëzojmë këtë periudhë kohore, këto net të mëdhaja, sepse nuk ju dihet a do të kenë mundësinë ta arrijnë edhe ndonjë Ramazan tjetër. Vdekja po vjen pa pritmas, kështu që Ramazani 10 ditësh i fundit, nata e Kadrit, gjithçysh duhet të shfrytëzohet që mos t'i bijmë pishmanit nesër kur dalim para Allahut xhalla xhelaluhu. Zgjoj antarët e familjes dhe ringjallë këtë traditë të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ne po rrejmë gjyks se jemi pasues të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Kur themi kështu, atëherë duhet ta zbatojmë edhe traditën e tij dhe të bëjmë sikur ai. Ai i zgjonte antarët e familjes së tij për ta adhuruar Allahun Azza wa Jall, edhe ne këtë duhet ta bëjmë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam në 10 ditëshin e fundit i kalonte 10 ditëshin e fundit i kalonte totalisht në xhami. Më thonë, nuk dilte prej xhamis, u izolonte komplet. Ka bërë i'tikaf në 10 ditët e fundit, ka hyrë në xhami dhe vetëm ushqimin që ja kanë sjell pejgamberit alayhi salatu wasalam, ai ka qëndruar 24 orë në xhami. Në vitin që po vdes, që pja dorëzon shpirtin Allahut Azza wa Jall, po e bën 2 fishin. Po qëndron në xhami 20 ditë të tëra, natën dhe ditën, pa përjashtim, duke e madhruar Allahun Azza wa Jall dhe e madhruar atë, duke adhuruar dhe madhruar. Pejgamberi alayhi salatu wasalam e përsëriste Kur'anin me Xhibrilin alayhi salam gjatë muajit Ramazanit. Kjo ndodhte një herë, më thënë një herë e përsëriste Kur'anin prej fillim deri në fund. Në vitin që pja dorëzon shpirtin Allahut Azza wa Jall, e përsëriti 2 herë me Xhibrilin alayhi salam. Pejgamberi alayhi salatu wasalam bënte shumë dua, bënte shumë lutje alayhi salatu wasalam. Po duan që ja mësoi Aishës radiallahu anha, e nëpërmjet saj edhe neve, është thënja, është duaja, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna, o Allah, ti je falës e do faljen, na fal neve. Pra kjo është dua që nuk bën të ndahet nga gjuha jon në këto net të bekume. Allahu është falës, kërkoja faljen, insisto në kërkesë që të falë. Nëse nuk të falen gjunahat në Ramazan dhe në 10 netët e fundit, kur do të falen? Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka qenë njeriu më bujar, më dordhanës. Kush ka shku te pejgamberi alayhi salatu wasalam me kërku diçka, kur nuk e ka kthy duar thatë.
Mirë po, bujaria ti në Ramazan dhe në 10 ditët e fundit ushtonte edhe ma shumë. Me ato pak mundësi që i ka pas pejgamberi alayhi salatu wassalam. Gjithë e dini se edhe gratë e ti, kur kanë dhënë sadak, e kanë dhënë të gjithën që e kanë pas. Ka pas rast ndonjëherë që i ka pas 2 hurma, edhe ato i ka dhënë. 3 hurma, edhe ato i kanë dhënë. Radiallahu anhunna. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ua ka mësu dinin, ua ka mësu edukatën dhe si duhet jetoj muslimani, gjithashtu edhe në dordhanje dhe në bujari. Elusim Allahun azza wa jall të na falë dhe të na mëshiroj. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullaha li wa lakum.